Një fytyrë e re, t'u jepet mundësi, mos vritet shpresa për rini dhe jam me të vërtetë i lidhur gush me qytetin tim. Vendosmëria dhe ajo që na bëri që t'jemi kandidat i pavarur në qytetin e Kërçovës janë shumë arsye. Një ndër arsyet është se jam lindur dhe jam rritur në këtë qytet të Kërçovës. Jam prind i 4 fëmijëve dhe rreth nga një familje e ndershme në qytetin e Kërçovës dhe jam me të vërtetë i lidhur gush me qytetin tim. Pra me afaristët, me qytetarët tanë, duke qenë si një familje duke jetuar, duke i parë të gjitha ankesat e qytetarëve të mi në shumë aktivitetet tona, qoftë në ato humane dhe të shoqërisë civile, e pam shumë të arsyeshme që me të vërtetë një fytyrë e re t'u jepet mundësi, mos vritet shpresa për rini dhe për fytyrat e reja, që të thymë tabun për të dalë një fytyrë e re për të qenë një kandidat i pavarur, që nesër në të ardhmen të ketë edhe shumë shkodrana tjerë që të udhëheqin qytetin e Kërçovës.